Masakra në Gaza përfshir vrasjen e 10 mijëra fëmijëve nuk janë aksidente historike, por produkti një procesi të gjatë kushtëzimi ideologjik. Hetimi Milanos mbi turizmin snajperik nuk ka të bëjë vetëm me të kaluarën e Bosnjës, ai është paralajmërim për të tashmen tonë. Ka dëshmi të bollshme të shtetasve me 2 nështetësi që rekruton si snajper izraelit dhe vrasin civil palestines. Një hetim i Guardian dhe mediave të tjera dokumentoi amerikan dhe europian që shërbenin në një njësi fantazmë snajperësh dhe mburreshin se kishin vrarë mbi 100 palestines. Sipas New Arab, deri në 20.000 amerikanë mendohet se kanë udhëtuar drejt Izraelit për të shërbyer si ushtar të vetmuar. Në Guardian, një komentues shkroi: "Përballemi me një realitet ku 10 mijëra amerikan janë aktivisht të përfshirë në krime lufte, ndërsa situata në Bosnjë dhe Gaza ndryshojnë. Të dyja varen nga i njëjti parakusht, dehumanizimi i viktimave. Në Sarajev, shënjestrat ishin civil musliman që kalonin rrugën. Në Gaza janë fëmijë, palestinez, gazetar, mjek. Në të dyja rastet, humaniteti i tyre fshihet paraprakisht", shkruan Hoxhić.